Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë komentimin e radhës. Tani dua të komentoj dhe dua të ndaloj tek një dyshe që në fakt kanë mbajtur mbërthyer audiencën për ekrani. Ju e mbani mend, Big Brother VIP Kosova, sezoni që kaloi, ka qenë një nga sezonet më të komentuar, më të përfolur dhe më të analizuar. Do të thënë janë bërë analiza të ndryshme, janë dhënë komente të ndryshme rreth këtij sezoni. Dy banorë që në fakt tërhoqen më së shumti vëmendjen kanë qenë Edi Kuçi dhe Alba Pollozhani. Alba Pollozhani gjithmonë edhe brenda në Big Brother ka treguar dëshirën e saj të madhe për atë dheun dhe patriotizmin e saj. Do të thënë gjithmonë ka folë për kombin shqiptar. Dita e djeshme ka qenë një ditë goditëse nga ana e Albës kundërdrejt të Katy Perry dhe të gjithë atij organizimi që është bërë në Kosovë, ku në fakt u lartësua vetëm flamuri i Kosovës. Alba në një gjuhë të fortë kundërdrejt institucioneve, por edhe organizatorëve të kësaj ngjarje kaq të madhe, shkruajti një koment ku dënonte ashpër këtë lëvizje, sepse flamuri i shqiptarëve është vetëm flamuri i kuqezi dhe ai flamur duhet lartësohet, jo të lartësohet vetëm flamuri i Kosovës, sepse kjo është një farforme përçarje mes shqiptarëve, atyre të Shqipërisë dhe shqiptarëve të Kosovës. Komenti i Albës ka marrë një vëmendje të jashtëzakonshme, është komentuar pafund, janë dhënë qëndrime të forta kundërdrejt komentit të Albës, kanë patur nga ato të cilët e kanë mbështetur, por kanë patur nga ato të cilët nuk e kanë mbështetur. Do të thënë dëshira e madhe e Albës si e çdo shqiptarit është që të lartësohet flamuri i kuqezi, sepse ne vetëm atë flamur kemi. Shqiptarët nuk mund t'i ndajnë në flamuj tjerë. Nga Alba Pollozhani do të kalojmë tek Edi Kuçi. Edi Kuçi, ju e dini shumë bukur që njihet për bombat e tij të Instagramit. Së fundmi, edhe pse ne prisnim që Edi dhe Dolçe të kenë një rikthim të tyre, Edi po rikthehet në krah të një femrës tjetër. Ai ditën e djeshme në Instagramin e tij ka postuar një story ku në fakt duket shumë pak një femër në krah të Edit dhe Edi që thotë që është me ai, që do të thënë ironizon me fotografinë për t'ju treguar fansave, ndjekësve që unë tashmë jam në duar të sigurta dhe kam gjetur fatin tim. Siç duket, të mirat po vinë fort në jetën të Edit, Edi na qenë ka dashuruar, dua ta marr mendimin tuaj se kush mendoni se mund të jetë vajza, sepse identitetin Edi Kuçi akoma nuk e ka zbuluar të kësaj vajze. Mund të jetë vërtet një lidhje dashurie, apo thjesht një provokim që Edi është duke bërë në rrjetet sociale.